po 5, edhe zamenës kryeministër. E tash, kur të vendos Albulenën prapë për kryetaret kuvendit, kjo do me thonë që mundet me ndru ajo ofertë. Po për mua shumë ma me rëndësi me u gjetë presidenti konsenzual se qa do tjetër. Neve na vynë president konsenzual, unë e kom propozu, si shembull e kom marrë kush mundet me qenë, Blerim Shala dhe mes mrapa qasaj, është i vetmi njeri cili mundet me qenë përbashkus për çdo parti politike edhe neve. Ta çfarë do të bëjë LDK? Shkoj, pranoj Albulena Haxhiun kryeparlamentare, Albin Kurtin kryeministër, Blerim Shala, dikush është si Blerim Shala, president e LDK-ja, pse me qenë aty çka me bë aty? A dërë me shku zgjedhja apet LDK-ja ndëtora, Tjetër, pse jo? me Lumirin e Vjosën prapa, e po mos pi marri 20%. Jo, kam përshtypjen që e thrasin i lirë detën, pastaj edhe shpërthen. Dhe masë. E pora, vendosja gjatë gjithë kohës, o munu me ndërtu një narracion që nuk po e thirin seancën konstituive, për shkak se po presim LDK-n, mos pëmbohet kuvendi dhe qa po të regon kuvendi. Ka përshtypjen që pak u ngut me emrin Albulena Haxhiut. Sepse nuk do të thotë që me doja mos me shtatë do të propozohet Haxhiu. Në shtatë do të kërkohet që të pritet LDK-ja për nga jamë. Ja të shko për paraprakisht e ko. Gjauku kur nuk ngutët. Gjauku? Edhe kur stot diçka që nuk e menon mirë. Yes. Është e vërtet kjo. Brenda vetë vendosës kam përshtypjen që i vetmi që nuk e